Një lajm i bujshëm dhe njëkohësisht tronditës ka bërë xhiron e rrjeteve sociale ditët e fundit. Bëhet fjalë për Ilir Shaqirin, fituesin e edicionit të parë të Big Brother VIP në Shqipëri dhe një nga figurat më të dashura për publikun. Ai ka shkaktuar një vall të madh shqetësimi dhe emocioni përmes një videoje të publikuar në profilin e tij zyrtar në Instagram, ku shfaqej duke kryer një hedhje me parashut nga një lartësi e madhe. Në video, gjithçka dukej se shkonte keq në momentin vendimtar. Parashuta nuk u hap në mënyrë të rregullt, ndërsa trupi i Ilirit po binte me shpejtësi drejt tokës. Pamjet ishin tronditëse dhe ngjallën një ndjesi ankthi tek ndjekësit. Shumë persona u frikësuan se ai kishte pësuar një aksident të rënd, ndërsa komentet në rrjete shpërthyen me ngushëllime dhe fjalë të dhimbshme për ndarjen e mundshme nga jeta të një figure kaq të dashur për shqiptarët. Paniku u përhap me shpejtësi, duke përfshirë jo vetëm fansat, por edhe personazhe të njohur të ekranit, të cilët reaguan me trishtim dhe dhimbje për atë që mendohej të kishte ndodhur. Skena e frikshme ishte aq bindëse sa për disa orë publiku ishte i bindur se kishte ndodhur një tragjedi reale. Megjithatë, disa orë më vonë gjithçka mori një kthes të papritur. Ilir Shaqiri, me një video tjetër në Instastory, qetësoi publikun dhe shpjegoi se gjithçka ishte një skenë e realizuar për qëllime filmike. Ai deklaroi se nuk ishte në rrezik as në një moment të vetëm dhe se pamjet ishin krijuar me efekte speciale digjitale, të cilat ishin përdorur me profesionalizëm të lartë. Ai falenderoi të gjithë ata që u shqetësuan dhe treguan dashuri ndaj tij, por njëkohësisht pranoi se do të ishte më i kujdesshëm në të ardhmen për mënyrën se si ndan materiale të tilla me publikun. Pas sqarimit, reagjimet ishin të përziera, disa ndjekës shprehen zhgënjim për frikën e kotë që kishin përjetuar, ndërsa të tjerë lavdëruan për mënyrën e veçantë se si e realizoi skenën dhe për talentin e tij aktorial. Vetë Iliri u shpreh se e vlerëson jashtëmase dashurinë që mori dhe se kjo eksperiencë do t'i shërbejë si një mësim i rëndësishëm për të ardhmen. Po ju, çfarë mendoni për këtë situatë? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.